po menoj që është pak. Se ka shumë gjana atraktive që bohen shoqni që na I privojmë për këtyre seneve. Edhe menoj që duhet mi ofru ma shumë. Edhe këtë le ta përdorim si një apel prej jush si vajzë. Realisht unë po nis na si fëmijë I prindërve të short edhe babi jam është shumë ka qef shumë me këtyre emisione të ndryshme, sidomos kanalet. Sa shpesh e shfaqin ata dhe shprehin këtë pakënaqësi të tyre për mundësinë e mos pasuri trasje në programe më atraktive për pas lajmeve të përgjithshme. E marr tash është shumë aktuale kjo pjesa e Big Brotherit. Edhe na zakonisht të tratë fëmijët mbledhshëm me shku te mami së vikend, eshtën edhe kër e lësheshme me këtyr Big Brotherin, tash mami ose babina veç, e qa u bo pësha u qup, se u bo halakame, se dollë, se qa u përlajtën, ose. Nuk është që e shfaqin, se na munomi zakonisht mi majtë shumë të updateu me informacionet tash, po prapë po tham, është tjetër kur ti e lëshon televizionin edhe e shaf informacionin të freskët, edhe është këtë tjetër kur e merë në ndërko, kur shihëm, se po tham, na prapë këtë fëmijët jemi të punu, jemi të angazhum, e munomi atë farë pjesën me balancu me full messenger, me kamere, krejtë, dhe zakonisht të informacionet, po unë personalisht jem shumë largë lajmeve, shumë largë luftrave, shumë aden. Edhe nuk e faj se angazhimi në punë me prindrit, plus I edhe non, I fëmijëve të mrekullueshëm, ja ku kam një fotografi të familjes ju, një portret shumë I bukur ky. Faleminderit. Më trego pak të përgjithësinë edhe nëse mund ta quaj frikën në shtatzanin tënde të parë, dhe sa herë ke qua në përmend se mos për shkak të trashëgimisë mund të kem fëmijë. Realisht nuk punoj që një kohë shumë gjatë me aftësinë e kufizume. Realisht jo veç me të shërë, punoj me aftësinë e kufizume. Se di, nuk është që kom pas shumë kohë me menu për këtë pjesë, se gjithmonë jam kom punë. Pajtona me qka do që vjen pej Zotit, unë jam shumë në rregull, po sidomos kjo pjesa e të shërdërve më shfaq asë një lloj pengese se jam rrit për një komunitetit tillë edhe nuk më tut. Si janë ata, sa çfarë fëmijë po bëhen, çfarë karakteristika kanë, sa janë gjyshrit të lidhur me ta? Realisht, djalin ma ka rrit nana dhe baba. Djali jam e ka pas gjuhë të parë dhe ajë gjuhën e shenjave. Se unë kom najtë ko 6-5 të nana. Edhe... Pra qëndron mirë ajë me gjuhën e shenjave? Të dëtë të onë qëndron mirë. Sa vjeç ka po djali? Djali është 9 vjeç. Mashallah. është klasën e 3, po duket ma I rritën. Po. Vajza është 7 vjeç, është në klasën e 2. Dytë e folin gjuhën e shenjave, për dytë kujdeset nana am, sa që kom një angazhem ose një aktivitet jashtë shtëpis, edhe kur punaj, po dytë e dojnë edhe shumë gjysha. Në realisht I dojnë të 2 gjyshat e veta, po nashta për shkak specifikave se nana am edhe I ka rritë shumë, edhe nuk ja u prish për kur gjo. Gjyshet janë më të mirat në botë, pre. Edhe I dojnë shumë, edhe... Çfarë këshilla e havosh u jep dhe ju kishe dhënë gjithë prindërve që kanë fëmijë, që lindin fëmijë të shurdhër? E thash, nuk më tut, menoj që është dhurat, është nuk ka nevoj mu nalë para kur gjofit, se ka shqyqër Zotit, ka organizata të shëqata e të shërdhërve kosovare është që mirët